Mos e bëni këtë gabim para se të flini, sepse ju shkakton rrulla në fytyrë. Siç e dim, koha kalon dhe rrullat vijnë, por nuk është vetëm mosha që është përgjegjëse për rrullat, por edhe mënyra jetesës, dieta, si dhe disa zakone që bëjmë edhe që shfaqen më herët. Në fakt, shumë gra pa e ditur bëjnë gabime të ndryshme që mund të rezultojnë në katastrofike. Një prej tyre ka të bëjë me rrullat rreth syve. Siç shpjegojnë ekspertët, një gabim kryesor është mënyra se si hiqni make-upin dhe pastroni zonën rreth syve. Në mënyrë të pavetëdijshme, kur pastroni ose vendosni krem, bëni lëvizje të forta që rezultojnë të jenë të gabuara. Kjo pasi lëkura në zonën e syve është më e hollë dhe më e ndjeshme dhe për këtë arsye është e prirur ndaj vijave të holla. Pra ajo që duhet të bëni gjithmonë është të pastroni make-upin me lëvizje më të ndjeshme dhe më të buta. Kështu do ta keni më të lehtë të pastroni të gjitha mbetjet e make-upit në fytyrën tuaj dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike.